Përshëndetje, ky është takimi ynë në Radio Televizionin 21. Në emisionin EHO, si kur e dini tashmë besoj, trajtojnë tema të cilat shoqëria vetë i diskuton. Tema ku mendimet mund të jenë të ndryshme, ku bindjet e përshtypjet ndonjëherë i ndajnë njerëzit. Ne i diskutojmë ato, duke besuar fuqimisht se kur jepen argumente, kur shpalosin qëndrime apo artikulohen kërkesa, shoqëria e arrin mirëkuptimin. Në këtë edicion do trajtojmë një temë që e ka tërhequr vëmendjen e njerëzve për mijëra vjet. Flasim për ëndrat. A janë ato thjesht një aktivitet biologjik i trurit gjatë gjumit, apo një shprehje më thellë shpirtërore, një dritare përmes cilës mund shohim një dimension të panjohur. Nëpërmjet debatit mes shkencës dhe mistikës, do të shqyrtojmë natyrën e ëndrave dhe do të përpiqemi të kuptojmë mesazhet që ato mund t'i mbartin. A mund të jenë ëndrat një mundësi komunikimi me të panjohurën, apo janë thjesht një reflektim i përvojave ose i emocioneve tona të përditshme? Në panel do të diskutojmë për këtë temë me neuropsikiatrin Samir Exhepi, mirë se erdhët. Pastorin Faton Berisha, drejtuesi i Kishës Ungjillore Fitoria në Gjakov, mirë se erdhët. Mirë se vjetëm. Dhe në mënyrë virtuale flasim me Hoxhën Elton Karaj, është profesor universitar për shkencat islame, drejtori i arsimit në komunitetin musliman të Shqipërisë, njëkohësisht imam në xhamin më ikonike të Tiranës, Ethem Bey. Tunxha tjeta. Mirëmbrëma. Të nderuar shikues, do të pyesim a janë ëndrat një formë shpirtërore e komunikimit me Zotin, apo janë thjesht të thuash një produkt i përvojave dhe i proceseve mendore? A mund të ndihmojnë ato që njeriu të arrijë ta kuptojë vetveten dhe të ketë një zhvillim shpirtëror? Këto dhe të tjera do t'i diskutojmë pas pak, sepse në fillim disa teza sikur për herë i shpalosim përmes videos. Në një natë të zakonshme të dimrit, një burr ushtri për të fjetur në shtratin e tij, duke menduar për ditët e kaluara dhe ato që do të vinë. Si shumë herë të tjera, ai mbylli syt dhe ra në një gjumë të thellë. Por atë natë ai ndroi diçka të pazakontë, një dritë që udhëhoqi në një rrugë të panjohur. Ishte një udhëtim mes yjeve dhe universit të pafund, ku gjithçka dukej e shenjtë dhe misterioze. I gjithë ky vizion ishte aq i qartë dhe i fuqishëm, saqë ai u zgjua me një ndjenjë të thellë të frymëzimit, por gjithashtu edhe një ndjenjë frike. A ishte ajo një shenjë nga Zoti, një paralajmërim për të ardhmen, apo ishte thjesht një pasqyrë e trurit të tij që përpunonte përvojat e përditshme? Këto ishin pyetjet që mbetën në mendjen e tij për ditë të tëra. Ai e dinte se shumë kultura dhe besime e shinin ëndrrën si një kanal për të komunikuar me një realitet më të thellë. Në mistikën fetare, ëndrat janë mundësi për të marrë udhëzime hyjnore, ndihmë nga shpirtrat ose mesazhe për jetën. Po ashtu, në shumë tradita ëndrat shihen si pasqyra të ndjenjave dhe mendimeve që truri i fsheh gjatë ditës. Për shkencën, gjithçka duket më e thjeshtë. Ajo e sheh ëndrrën si një rezultat të aktivitetit të trurit, një proces biologjik ku mendja përpunon informacionin që e ka mbledhur gjatë ditës. Në fazën e gjumit të thellë, truri përjeton një aktivitet të ngjashëm atë të ditës, por pa ndonjë kuptim të qartë. Psikologët thonë se ëndrat janë thjesht një shprehje e pavetdijshme, një mundësi për të përpunuar emocione, frika dhe dëshira të fshehura. Ndërsa ky burr vazhdonte të meditonte për natën që e kishte kaluar, ndjeu një tension mes këtyre dy perspektivave. Si mund të ishte e mundur një fenomen i tillë të ishte një kombinim mes një procesi biologjik dhe një mesazhi të shenjtë? A mund të bashkoheshin këto dy qëndrime të kundërta? Ai e kuptoi se ëndrat ishin një mister që njerëzimi nuk mund t'i shpjegojë plotësisht. Shkenca mund të zbulojë mekanizmat e tyre, por feja dhe mistika do të vazhdojnë të japin kuptim më të thellë për te i përvojës fizike.
Me këtë mendim, ai ushtri përsëri në shtrat, duke e pranuar se ndoshta asnjëherë nuk do të mund të kuptonte plotësisht mesazhin e ëndrrës së tij, por ajo do të mbetej gjithmonë një pjesë e mistershme e qenies së tij që e lidhte me diçka më të madhe se vetvetja. Secili mund të jetë përballur me mendime, analiza pas ëndrave që mund të ketë parë në një natë të caktuar. Dhe të shtroj vetes pyetje njëjtë sikurse burri që u mor shembull në storyen hyrëse në kuadër të këtij emisioni. Por çka janë ato? Çka janë ëndrat që ndonjëherë na mundojnë kaq shumë për të arritur t'i zbërthejmë dhe të dimë domethënien e tyre, të bazohemi te feja apo te shkenca për të kuptuar se çfarë mesazhi mund të kenë bartur apo jo. Për ditur këto po diskutojmë sonte dhe besoj se më mirë se një neuropsikiatris mund të hapim emisionin për ëndrat. Doktor, çka janë ato? Si shpjegon shkenca? Në fakt, edhe pse janë bërë shumë hulumtime, ka qasje të shpjegimit të ëndrave, aspektin psikologjik, është psikiatrik, përderisa neuroshkenca mirët me komplet biologjinë e trunit edhe kërkon sqarimin e ëndrave edhe gjumit përmes ndryshimeve të substancave kimike të cilat formohen tru edhe aktivitetit të tyre. Por në fakt përfundimisht nuk është dhënë një zgjidhje e plotë, edhe pse ka laboratore për ëndra, edhe ka mbet ajo pjesa e ëndrave është periudha kur njeriu flan gjatë remit fazës së lëvizjeve të shpejta të syve, kur rritet edhe tensioni i gjakut, shpeshtohet edhe frymëmarrja, ka pak më tepër adrenalin në organizëm, edhe ajo është periudha kur është diku 25-40% e pjesës së gjumit, kur edhe shihen ëndrat. Disa i shpjegojnë se janë thjesht shpërfaqe e dëshirave, ngarkimeve gjatë ditës, ndonjëherë edhe pjesa e pavedishme e jonja përmes ëndrave fillon me u manifestu, ose thjesht disa dëshirat të cilat nuk kishin me u pranu prej mjedisit social, ato mbeten të mbylluna mbrenda neve. Kjo është ajo pjesa që në shkencë shpjegohet, por në kuptimin e plot fjalës edhe definitivisht shkenca nuk e ka dhënë fjalën përfundimtare në këtë fushë. Është kjo arsyeja pse i mbetet më shumë hapësirë fesë për të folur për ëndrat? Po nëse e marrim edhe me i analizu, s'është pyetje vetëm ëndrat, por ka plot gjëra të cilat shkenca nuk e ka dhënë një shpjegim përfundimtar, atëherë shkojmë ka pjesa mistike dhe provojmë me i dhënë një sqarim, edhe pse ajo pjesë ka ekzistu shumë më herët se zhvillimi i cili është i viteve të fundit sa i përket neuroshkencës. Faleminderit, doktor. Hoxha Elton, në fakt ne e dim se feja ka interpretim për ëndrat. A ka ndonjë pajtim me shkencën, të paktën atë që ka dhënë përgjigje, sepse doktori na sqaroi se nuk ka një përkundër hulumtimeve të mëdha që bëhen, nuk ka një përkufizim. A mund të jenë ëndrat aktiviteti i trurit, i cili nuk fle edhe kur njeriu është në gjumë? Si i trajton Islami? Në radhë të parë, feja islame, sidomos historikisht, i ka dhënë një rëndësi të veçantë zbulimeve shkencore dhe përpjekjes për të zhvilluar në këtë aspekt. Kështu që, çfarë thonë shkencëtarët me zbulimet e tyre më të fundit në lidhje me fenomene siç janë ëndra, apo edhe të tjerë fenomene siç e përmendi edhe profesorin përpara, presim që patjetër shkenca të thojë fjalën e saj në këtë aspekt dhe të jetë një pikë referencë dhe orientuese edhe për çka është deri më sot nga vetë dietarët musliman.
Pastaj në aspektin e interpretimit fetar të çështjes së ëndrrës, patjetër që në shumicën e pikave që u përmendën deri tani, ne bashkohemi, mbase nga ajo çfarë edhe un kam lexuar më parë në lidhje me diferencën këtu mes shkencës dhe fesë, është që nga aspekti fetar, aktivitetit siç është ëndra, patjetër që duke besuar në një botë tjetër, duke besuar në një jetë të përtejme, duke besuar në qenie të cilat nuk ekzistojnë në të njëjtin dimension ku ne ndodhemi, është menduar gjithmonë për një lidhje mes njeriut në momentin që ai është duke fjetur dhe botës së përtejme, përtej materiales. Dhe këtu është vendosur një në përgjithësi të themi, duke qenë se ka të themi qasje të ndryshme, në përgjithësi e përbashkëta mes dietarëve islam në lidhje me çështjen e ëndrrës është që ne jetojmë në botën e dukshme, në botën e dëshmisë është quajtur në literaturën tonë. Pastaj kemi edhe botën e shpirtrave, mes këtyre dy botëve gjendet bota e shëmbëltyrave. Dhe shpirti i njeriu në momentin që është në gjumë ka një liri shëtitje, sepse kjo shprehet në mënyrë shumë të qartë në Kur'anin famlar, që Zoti merr shpirtat në momentin që ndrojnë jetën, por gjithashtu edhe kur ata janë në gjumë. Nga kjo është kuptuar që shpirti i njeriu gjatë procesit të gjumit ka një leje lëvizje prej trupit, por kjo ndarje nuk është ndarje përfundimtare dhe e plot. Gjatë atij momenti që shpirti i njeriu mund të shëtisë, ka një dimension tjetër nëpërmjet të cilit të arrijë kontaktin me botën e shpirtit. Dhe kjo quhet bota e shëmbëltyrës, alemul mithal, bota e shëmbëltyrës. Duke pasur një kontakt të mesëm mes të themi kësaj bote dhe botës përtej fizikës, aty ndodh një farë aktiviteti dhe ky aktivitet është ëndra e personit. Megjithatë, ne mbase do kemi mundësi edhe që të flasim më tej, jo çdo ëndër që shihet është rezultat i një kontakti me botën jo materiale. Gjithashtu edhe aktiviteti i përditshëm i personit, ngarkesa që ai ka gjatë aktivitetit ditor, ndjenjat të cilat shpërthejnë ndoshta në momentet e gjumit të tij, bëjnë patjetër që të shoh ëndra apo ngjarje të caktuara. Kështu që kur i kategorizojmë ëndrat, ka ëndra të cilat kanë burim tërësisht hyjnor, dhe kjo kuptohet nga njerëzit profesional, ata të cilët janë të specializuar në fushën e leximit dhe dallimit të kuptimeve të ëndrave, por gjithashtu mund të jenë edhe çytje djallëzore, mund të jenë gjithashtu edhe çështje të dëshirave trupore apo të themi emocionale të individit, të cilat gjejnë momentin për të shfaqur në një proces të gjumit. Nga ana fetare, ato që kanë vlefshmëri, patjetër që mbeten ato të kategorisë parë. Këtë mund të themi si fillim. Do të themi sërish edhe për interpretimin lidhje me ëndra të ndryshme se nga mund të vinë ato, po edhe nga pikpamja e krishterë pastor e dim që ëndrat trajtohen. A janë mënyrë që Zoti i shfrytëzon për të komunikuar me njerëzit apo si i trajtoni? Në aspektin në pikpamjen krishtere dhe biblike, në fakt ëndrat kanë një domethënie dhe një rëndësi të madhe që mund të jetë me kuptim plot. Profesori doktori shpjegoi aspektin shkencor, ka ëndrat janë të lidhur po ashtu as sa janë fetare dhe aspektin shkencor dhe para se të flas se kjo ndoshta të jap disa informacione edhe në aspektin shkencor, se shkenca përfundimisht ka dalë me një konkluzion se ëndrat mund të jenë disa ndërveprime të zakonshme që ndodhin në procesin njeriu, domethënë gjatë fenomenit të ëndrës që zhvillohet. Por ëndrat nuk janë vetëm fenomene që ndodhin, por shpesh ka një mesazh, ka një rëndësi të madhe brenda asaj dhe në pikpamjet krishtere biblike. Kjo fillon që nga koha e Egjiptit lashtë, që ndoshta edhe mbretërit dhe udhëheqësit, sikur sot që mund të jetë një kryetar, një kryeministër,
ata kanë orientu dhe kanë marrë mesazhe për të udhëhequr mendja edhe shtetin. Pra, kanë ndikim individual, familjar edhe shtetëror ëndrat dhe shpesh njerëzit nuk kanë qef që t'i shprehin ëndrat ose janë disa ëndra që ata nuk mund t'i dinë në mëngjes kur zgjohen, por janë disa ëndra specifike të cilat njerëzit i njohin dhe i dinë me shpjegu mëngjes kur qohen dhe i ndajnë me njerëzit tjerë, pastaj vjen edhe kjo pjesa e interpretimit. Por janë shumë të rëndësishme, kanë domethënie të mëdha. Shkenca është duke marrë me këtë punë aq sa ka mundësi me depërtu, por nuk ka mundësi aq shumë me depërtu sepse është një pjesë që ëndrat vijnë nga Zoti dhe Zoti ju jep njerëzve ëndra për me pa, por ka ëndra dhe Bibla thotë dhe nga punë të shumta rrjedhin ëndra, nga një ditë e lodhshme ose një muaj i vështirë ose një vit i vështirë, pra gjitha ato mbledhen edhe atakojnë trurin, pastaj truri i shfaq ato. Në aspektin shkencor, ne e dim, sikur tha dhe profesori Oshteja, janë 3 faza të ëndrave REM, domethënë Rapid Eye Movement, që bëhet e lëvizja syve dhe ndoshta pjesa parë zgjasin disa 10-40 minuta, pjesa dytë më duket është diku deri 45 minuta, por pas gjumit, domethënë ai 90 minutë i parë kur kalon, është ajo faza ku njerëzit fokusohen thellë në ëndra dhe shpesh kemi dëgjuar njerëz që thonë pava një ëndër duke më ndjekur dikush, por s'kisha mundësi me hik. Pra në ato momente të thella trupi është i paralizuar, mendja është e lirë, neutronet që janë 86 miliard neutroni janë në qarkullim, edhe mirën me historinë që mund të ketë një histori e kaluar, një histori e afërt që ka ndodhur diçka, edhe pastaj ato ëndra sistemon. Por besojmë edhe si të krishterët se ka një kuptim, ka një mesazh ëndrat. A komunikon edhe sot Zoti me njeriu përmes ëndrave? Po, është vërtet, ka komunikuar përpara dhe ne kemi shumë shembuj në Bibël se si Zoti i ka drejtuar njerëzit në ëndër. Ndoshta mund të ndalemi në një rast në Bibël tregon për historinë e Jozefit, që është bë administrator kryesor i Egjiptit, domethënë i dyti pas faraonit, vetëm për shkak që ai e interpretoi një ëndër. Dhe ëndra kishte të bëjë me një fatkeqësi që do t'i vinte Egjiptit, por që kishte ndikim ndoshta edhe krejt bota. Dhe faraoni pa një ëndër, ishte kështu sikur shkruan në Bibël, domethënë i pa 7 lopë të majme dhe 7 lopë të dopta. Pastaj pa 7 duj të ushqimeve që kishin korrën atë kohë të mbushura me fryte, dhe pastaj erdhi era dhe mbetën 7 duj të thata. Dhe mbreti faraoni thirrë gjithë stafin e tij, njerëzit e tij të asaj kohë për të interpretuar këtë ëndër, sepse kishte një kuptim shumë të madh për të ardhmen dhe askush nuk mujti. Dhe aty ishte integruar Jozefi, një hebre, domthonjë që ishte në burg, dhe këta njerëz si kishte dërguar faraoni në burg, takojnë Jozefin dhe i thonë se kjo është arsye pse kemi ardhur në burg, dhe ky thotë unë kam dhuntin që të interpretoj ëndrat. Dhe faraoni e mur, ai a interpretoi ëndrën dhe i tha, çka do thotë kjo ëndër? Tha, do të kesh 7 vite begati dhe prosperitet dhe do të kesh 7 vite uri, zibuke. Kjo është kuptimi i ëndrës. Edhe faraoni u pajtu me këtë interpretim, ishte shumë i thjeshtë, por s'kishte mundësi askush të parashikon një jetar me 7 vjeçare të urisë, domethënë shtetënore të Egjiptit. Edhe faraoni merr Jozefin e ban administrator të gjithë mbretërisë tina, dhe Jozefi me mençurinë e Zotit, edhe duke bazuar ëndër ai 7 vitet e prosperitetit kursen për të mbuluar, zaventësuar 7 vitet e varfërisë. Edhe këtë mënyrë mund të jetë diçka shumë e madhe, ndoshta njerëzimi ka shpëtuar nga shfarosja e urisë. Po është një kuptim që ka ndodhur nëpërmes një ëndre. Funksionon edhe sot kështu? Edhe sot po, ka probleme që ndronë se shumë njerëz kanë frikë të tregojnë ëndrat, edhe në mënyrë individuale, edhe në mënyrë kolektive, edhe në biznes. Shumë biznesmen mund të kenë ëndra, por kanë frikë se mund të jetë diçka një parlament për një dështim ose një të ardhme shumë të mirë. Edhe është mirë që të shprehin ëndrat, edhe të kenë kujdes kush i interpreton ato, sepse mund të shkatrojnë dhe mund të ndërtojnë. Por besojmë që edhe Zoti flet sot nëpërmjet ëndrave. Të qartë, Hoxha Elton, pak a shumë të paktën në ngjashme, në mos e njëjtë
është edhe një interpretim islam mbi rastin e Egjiptit dhe ëndrrës së faraonit, po sot komunikon Zoti përmes ëndrave me njeriun për ta udhëzuar në situata? Ose për ta paralajmëruar për fatkeqësi? Ne duke u nisur nga rastet në histori, për shembull si rasti që u tha deri tani, ka një kapitull të veçantë, një sure tek 11 faqe të cilat shpjegon të tërë historinë e jetës së Jozefit, pra Jusufit alayhis salam, siç i themi në literaturën tonë. Dhe kjo pjesa e interpretimit të ëndrave është një nga cilësitë në të cilat ka spikatur Jusufi alayhis salam, por kjo pjesë u shpjegua aty në studio. Përveç kësaj ka edhe raste të tjera në histori, për shembull që Abrahami apo Ibrahimi alayhis salam sheh në ëndër që merr urdhrin që duhet të bëj kurban të birin e tij Ismailin alayhis salam, dhe ne themi që kjo ishte një sprovë e madhe për një profet, sepse profetët i kanë sprovat e mëdha për shkak të nivelit të lartë të besimit që kanë, dhe pastaj nga aty nisi një adhurim specifik i veçantë, edhe që ende sot e kësaj dite vazhdon, që është kurbani. Kurban Bajramin ne ende sot vazhdojmë që ta festojmë, edhe sakrificat jetë pjesë e këtij aktiviteti. Gjithashtu edhe tek profeti Muhammed alayhis salam ka një vend të veçantë ëndra, sepse ai përpara se t'i vi shpallja hyjnore, në moshën 40 vjeçare i vjen shpallja hyjnore, ka pasur një parapërgatitje, të themi, për këtë fazë shumë të rëndësishme, e cila patjetër që nuk është si një aktivitet i çfarëdolojshëm njerëzor. Thuhet që për një periudhë rreth 6 mujore, profeti Muhammed alayhis salam ka parë në mënyrë të vazhdueshme ëndra të cilat 1-2 ditë më pas i shihte të realizuara. Pra, këtu kishte një komunikim pak më intensiv përpara se të nisë procedura e shpalljes hyjnore për një periudhë 6 mujore. Nisur nga këto, nëse Zoti komunikon me profetët, mund të komunikojë dhe me njerëzit e tjerë, dhe pastaj janë specializuar persona të ndryshëm në interpretimin e ëndrave, duke marrë këtë dituri nga profetët, dhe sidomos simboli i diturisë së shpjegimit të ëndrave është Jusufi alayhis salam, siç u tha. Dhe kjo brez pas brezi, duke u pasuruar, duke përfituar edhe nga eksperiencët e ndryshme në historinë islame, ku njerëz të mëdhenj, sidomos ata që kanë një botë shpirtërore shumë të pasur, kanë parë ëndra të ndryshme të cilat më pas janë realizuar. Në shumë raste kanë qenë paralajmëruese për diçka që do të ndodhë. Në raste të tjera pastaj janë edhe mesazhe private, personale, individuale për jetën e personit. Këtu rëndësi ka që ëndra të cilat ka qenë zakoni i profetit Muhammed alayhis salam që çdo mëngjes, pasi kryente faljen e mëngjesit, faljen e sabahut, pyeste shokët e tij që a ka dikush prej jush që të ketë parë ëndra të bukura, ëndra të cilat përmbajnë mesazhe pozitive. Dhe kush ngrinte dorën, profeti alayhis salam i jepte leje që ta shpjegonte, ndërkohë që nëse kishte ëndra negative, ai thoshte që këto juve mos i shpjegoni, bajeni për brenda, përpiqeni që ti kuptoni, dhe nëse ka një mesazh i cili depërton dot në jetën tuaj, atëherë atë merreni dhe keni parasysh. Kriteri bazë dhe i padiskutueshëm në çështjen e interpretimit të gjërave të padukshme, pra gjëra që nuk kanë të bëjnë me materialen, është që në moment që ne kemi një informacion nga një botë e përtejme, themi siç është ëndra një kanal komunikimi, atëherë ky duhet krahasuar me kriteret që ekzistojnë tek ne, me kriteret fetare. Pra ne i themi gjithmonë që duhet krahasuar me kriteret që vijnë nga libri i shenjtë, nga Kurani famlar, nga fjala e profetit alayhis salam dhe nga parimet e përgjithshme fetare. Nëse ajo që dëgjon, ajo të themi që ke parë në ëndër, bie ndesh me parimet e fesë dhe çfarë ka ardhur deri tani, atëherë ajo nuk është diçka e drejtë, nuk është diçka e saktë, ajo është një sprovë për njeriu dhe aty duhet vendos se çfarë të veproj. Unë kam pas dëgjuar në një emision shumë kohë përpara që një, nuk pa përmendur emra, një nga organizatat terroriste më të famshme me burim nga vendet islamike, i pari themeluesi i asaj organizate dëshmonte këtë. Unë
kam parë në ëndër profetin Muhammed a.s. I cili më urdhëroi që të themeloj këtë organizatë. Tani ajo organizatë është e dëmshme në 4 cepat e botës, që të gjithë e njohim, që të gjithë e dim, por është një, nëse kjo është e vërtet gjithmonë, ky është një rast negativ ku çfarë ka thënë profeti Muhammed a.s. I gjallë nuk përkon me atë çfarë një person ka parë në ëndrrën e tij. Prandaj këtu duhet bërë shumë kujdes se si personi e interpreton ëndrrën që shikon, mund të shohë një person të dytë, një person të tretë, në përgjithësi ëndrat kanë të bëjnë me vetë individin. Pra nëse shikon që po i ndodh diçka dikujt tjetër, në fakt ajo ëndër nuk po jep mesazh për atë person të tretë që po shikon, po jep një mesazh për vetë personin që po shikon ëndrrën. Për këtë gjë ne themi që edhe indikatorët shkencorë në lidhje me ëndrrën dhe aktivitetit e njeriut gjatë këtij procesi janë shumë të rëndësishme që edhe ne nga ana fetare të arrijmë në një konkluzion sa më të shëndetshëm. Por, thënë këtë, duhet pranuar edhe fakti që eksperienca e deritanishme dhe interpretimit që janë bërë deri më sot e kanë sjell interpretimin e ëndrrës edhe këtë lloj komunikimi në një shtrat goxha të shëndetshëm ku është goxha e vështirë që të rrëshqasësh edhe të devijosh apo të gabosh gjithmonë nëse nuk i drejtohesh njerëzve të gabuar. Është një shprehje që e kam dëgjuar nga muslimanët, qarkullon, thotë ëndra është 1/40 pjesë e profecisë. Si e trajtoni, sepse është fjalë e madhe të pretendosh pjesë nga profecia, sadopak ose shumë të jetë ajo. Po, është thënia e profetit Muhammed a.s. që është 1/40 e profecisë. Kjo është interpretuar në disa trajta. Një në radhë parë, kjo ka të bëjë me profetin Muhammed a.s. Pra, po bën fjalë për atë të cilit i vjen profecia. Pra, jo që çdo kush që sheh ëndër, ajo mund të jetë pjesë e profecisë. Por profeti Muhammed a.s. ka pasur një periudhë profecie prej 22 vite e 6 muaj disa ditë, pra 23 themin në përgjithësi. 6 muaj e pak bën 1/40 e kësaj kohe të gjatë. Një është ky interpretim që është thënë që profeti a.s. flet për 6 mujorin para se të vinte komunikimi nëpërmjet Xhibrilit a.s. nëpërmjet engjëllit në mënyrë të drejtë për drejtë. Ai ka pasur disa mesazhe direktiva para se të vijë Xhibrili a.s. dhe kjo përkon me 1/40 e tërë profecisë së tij. Dhe e dyta është kjo që ëndrat kanë një pjesës të vërtetësisë. Pra, nuk mund t'i hedhim tutje dhe themi që këto nuk kanë asnjë vërtetësi sepse janë diçka jo materiale e paprekshme, shumë e diskutueshme. Ka një pjesë vërtetësie, ka një mesazh prej, mund të jetë, të themi, një mesazh prej Zotit, por këtu gjithmonë mbetet tek autoriteti dhe personat e specializuar të fushës të cilët bëjnë një interpretim. Pas pak, domethënë, më vonë për interpretimin e ëndrave. Doktor, natyrisht që për ëndrat kanë folur edhe artistë të mëdhenj, shkrimtare, kompozitore, të tjerë krijues të artit. Shakespeare për shembull ka thënë, ne jemi të përbërë nga i njëjti brum si edhe ëndrat. Tash mund të jemi ëndër e dikujt që po na ndron neve ta vëmë në pikpyetje gjithë ekzistencën tonë? Jo, zakonisht ëndrat shpërfaqin atë pjesën tonë të mbrëmshme shpeshherë kur kem mbingarkesë, kur kem një konflikt të mbrëmshëm të cilin nuk e kem zgjedhur, atëherë kem edhe ankth dhe frikë e cila paraqitet në ëndra. Po thjesht është diçka që na e kem përmbrenda edhe ajo del. Po shumë shpesh një mënyra e paraqitjes së një ëndre zakonisht ndron kontekstin e hapësirës, vendit, personave, ngjarjeve, po në fakt tankon kanë mendu njerëzit se mbrapa një ëndre ekziston një mesazh, një porosi cilën duhet të përmbushim. E shumë shpesh ato porosi janë me mënyrën e funksionimit ton ose me mënyrën se si duhet të ndrojmë.
por jo pak krijues janë që tregojnë se inspirimi i tyre për vepra të ndryshme artistike, pa marrë parasysh në cëllën pjesë të artit, kanë gjetë inspirim edhe thjesht kanë realizu vepra të maja edhe prej ëndrës, po ajo është diçka që është të brenda tyne edhe vetëm manifestohet përmes një ëndrë. Shumë njerëz, në fakt të dëgjuam edhe këtë pjesën e fundit të bisedës me teologun, tash edhe shembulli që dha për një organizat që ka thonë se ka parë profetin në ëndër dhe e ka udhëzuar, po çka është kur njeriu kujton se po i flet Zoti? Ka nevojë për terapi. Në momentin kur fillon me fol me Zotin, kur fillon me fol me profet, ajo veç është një çrregullim delusional. Ka nevojë për trajtim profesional? Ka nevojë për trajtim profesional. Nëse ato fillojnë nëse një herë thotë ka po një ëndër është në rregull, por nëse fillojnë ato në vazhdimsi me u përsërit ato takime me një profet ose me Zotin e kështu, atëherë thjesht ka nevojë për një trajtim profesional. Ka raste Po? edhe të ne? Ka pacientët që kanë ardhur dhe më kanë tregu bisedën që e kanë pas me Zotin, ose porosin cëllën e kanë marrë prej Zotit edhe qysh ata duhet me, janë misionar që duhet me ndrru mënyrën e jetës këtu, mirë pa ato e në shëgullim me deluzionale, në fakt po flasim për një psikosë. E qartë, janë të rrezikshëm për shoqërinë, se e dim që rastet të tilla përballen edhe me stigmatizim të madh në shoqëri. Janë të rrezikshëm megjithatë për shoqërinë. Stigmatizimi është i madh, ata nuk janë të rrezikshëm për shoqëri, ne jemi të rrezikshëm për ta. Se nëse nuk i ngacmojmë, nëse tregojmë një respekt, nëse provojmë me i kuptu, nëse u bëjmë dije se ata janë pjesë e kësaj shoqërie, se ata në vete mbartin disa vlera, tregohet një respekt për ta, ata janë shumë të mirë. Edhe është e keqja, është keq përdorimi sa i përket në aspektin penal e këto, është gjithmonë dëshirojnë me i paraqit se vepra penale kryesisht ata që kanë probleme me çrregullime mendore. Në fakt, numri i gjitha krimeve cilat të ndodhin prej personave që kanë qenë smut mendërisht, nuk janë as 58% rasteve që i kryen këta persona, 92% i kryen ata që na thënë se janë shëndosh. Mirë po kur e merr edhe një njeri i shëndosh, a kish me vra, mendohet që jo. Por këta persona që vërtet janë smut, ata kanë nevojë për përkrahjen edhe mbështetjen tonë, jo për me i largu, jo me i stigmatizu, jo me i ikë prej tyre, se sa ma afër sa ma afër tyre keme e pa se qëfar vlera ata mrenda vetës i kanë. E qartë, megjithatë në anën tjetër, praktikisht shumë njerëz kanë marrë vendime të rëndësishme të jetës tyre bazu në ëndra, pa pasur probleme ndoshta. Thash, e dallova atë pjesën që është nëse fillon me fol me Zotin edhe me marë porosi prej Zotit edhe me i përmbush ato porosi, po flasim për një smundje. Mirë po, një pjesë, unë thashtë artista që gjejnë inspirim edhe kanë kriju vepra shumë të maja në gjitha fushat e artit pa dallim aty. Mirë po, ka edhe të tillë që thirren në ëndra edhe në porosi cilat i kanë marë prej profetve ose prej vetë Zotit për një veprim të caktuar sikur se për një organizata të ndryshme. E kjo është më shumë në kuptimin e keqpërdorimit të fesë për qëllime politike, apo politizimi i fesë që mjerisht është ka e qonë
këtë botë në shkatrim nëse vazhdon në këtë drejtim. Se kjo është politizim edhe në fakt është me ble një fuqi për me i dominu tjertë. E ajo nuk është e shumë në asnjënën prej librave që ajta. Pastor Faton, çfarë nëse dikush pretendon se po i flet Zoti? Dhe kjo përsëritet. Po, në fakt, historia që Zoti ka folë dhe flet është e vazhdueshme, përveç se duhet të analizohet edhe të shikohet se a është e vërtet dhe çfarë do të thotë që Zoti më ka folë. Në këtë rast me ëndra, sepse mund të jetë një person shen një ëndër dhe thotë kum po një ëndër mas 50 vjet dhe do të bëhemi pasër. Pra jeta tina mund të shkatërrohet në pritje të realizimit të ëndrës tij dhe nuk mund të arrijë kurrë ato që ai mund ta ketë pa. Ose është kriju, një ëndër mund të krijohet edhe nga iluzionet, dëshirat që njeriu ka, por shumë gabim që të fokusosh dhe të besosh në ato ose të quash se po Zoti më ka thonë në këtë mënyrë. Por nuk është as e lehtë të thuhet që po Zoti më foli në këtë mënyrë, duhet të jetë një siguri e madhe edhe në shumicën e rasteve ëndrat janë një paralajmërim. Mund të jetë për një rrezik ose një veprim ose një ndryshim që njeriu duhet të merr në një kohë të shkurtër, pra nuk është një ëndër që mund të jetë vizioni dallon prej ëndrës, profecia dallon prej vizionit edhe të trija dallojnë njëra me tjetrën, por në rastin e ëndrave është diçka që mund të ndodhë për një paralajmërim edhe aty mbyllet ai kapitulli asaj ëndre. Pra, ka shumë njerëz që edhe në vendin tonë kanë dëshirë me jetu me ëndra, por është gabim me të vërtet duhet të analizohen. Unë e di, kemi pa dhe në Prishtinë dhe dalin njerëz midis qytetit thonë, po Zoti më ka folë, unë jam Jezusi, unë jam ai që më ka dërguar Zoti, profet ose diçka tjetër. Ky është një problem tjetër që nuk ka lidhje me ëndra, është mungesa e identitetit njeriu, ai duhet me ëndrat shpesh njerëzit edhe i vetë krijojnë. Edhe i shfaqin me një qëllim për të arritur diçka. Në konceptin biblik qëndron kjo që tha kjo që Zoti fol, por Zoti fol qartë edhe drejt, edhe për një qëllim të caktuar që ai më zbulu veten e tina, edhe për një të ardhme të mirë atij personi, familjes që i flet. Ne kemi një rast tjetër në Bibël për sa i përket ëndrave kur Jezusi ka lind. Herodi kishte dëgjuar për lindjen e Jezusit dhe ai dërgon disa dietar për me zbulu vendin ku ka lind, sepse në mënyrë profetike ishte shkruar aty ku është një yll që shndrit, domthonë në atë kohë në Betlehem, dhe dietarët shkuan në bazë të shenja profetike dhe gjetën Jezusin të lindur në Betlehem. Por Herodi kishte dërguar këta njerëz me ditë ku ka lind Jezusi për ta vrarë, sepse shinte si konkurrent që rrezikon mbretërinë e tij perëndërisë romake, edhe i kishte interpretuar profecitë se do të vjen Mesia, edhe në mendjen tina ishte që ta zhdukte. Çka ndodhi kur dietarët filluan që të kthehen te Herodi, Zoti ju foli në ëndër. Ishte një paralajmërim që kushtonte me jetë. Dhe i tha, shkoni një drejtim tjetër, mas u ktheni te Herodi. Dhe ata dëgjuan ëndrën, edhe veprun, dhe ëndra ishte me qëllim plot, sepse Herodi qëllimi ishte për me vrarë ata dhe me vrarë edhe Jezusin. Dhe njëkohësisht në ëndër, angjulli i thot Josefit edhe Maris, merreni fëmijën, foshnin e vogël dhe shkoni në Egjipt. Pra në ëndër. Dhe ata veprojnë. Në atë kohë, atë periudhë në Jeruzalem, Herodi urdhëron vrasjen e qindra mijëra fëmijëve. Domthonë njihet si masakra, një ndër masakrat më të mëdha në historinë e njerëzimit. Gjithë ata që ishin në moshën 2 vjeçare e vrarë në Jeruzalem dhe mendja e tij mendonte që ata fëmijë do të ishte dikun edhe Jezusi. Dhe pasi marrën kjo masakër, prap Zoti në ëndër 3 herë, treta e thotë ktheu tani në Jeruzalem dhe ata kthehen sepse kishte përfunduar kjo masakër. Pra mbas ëndrës ata u lajmëruan dhe shpëtuan. Të dalte ajo që duke thonë, ëndra ka një specifik, nuk është një iluzion që ne duhet të krijojmë dhe ta mbështesim jetën, por mund të jetë një paralajmërim për një vendim që duhet me marrë në mënyrë individuale, kolektive edhe në forma tjera. Po megjithatë nëse ëndra thos mas 50 vjetësh do të bëhesh milioner,
mos me dëgju atë? Janë gjona që nuk kanë tregu rezultat, në të vërtetë. Jo, profesori tim ka po çanondra edhe e mbrinte 50 milionë. Hoxha Elton, pikërisht për këtë, për ëndrat që njerëzit i shohin, shkenca na thot praktikisht se ëndrat shihen për natë, po thjesht njerëzit nuk i mbajnë mend ato. A e trajton njëjtë edhe besimi këtë çështje? Ku të kemi kujdes praktikisht është pyetja ime kur shohim ëndra? Patjetër që këtë pjesën se sa ëndra shihen edhe kur shihen është diçka që ndoshta shkenca mund ta thojë në mënyrë më të saktë, por ne nga ana fetare rëndësi ka ajo që ju drejtuat si pyetje, që është fakti që ne mbi bazën e cilëve kritere do ta marrim në konsiderat ëndrën që kemi parë apo jo. Këto fjalët e mëdha, siç u tha edhe deri tani, që komunikimi me Zotin, komunikimi me profetin e tjerë, këto janë gjëra të cilat nuk i ndodhin një njeriu çfarë do. Pra kur bëhet fjalë për komunikim të Zotit në mënyrë të drejtë për drejtë me njerëzit, ne kemi të bëjmë me profetësi. Në faktën në konceptin islam kështu është. Nëse Zoti po komunikon në mënyrë të drejtë për drejtë me një person, po i çon atij mesazhin në mënyrën që ai di, në mënyrën që tjetri përballë percepton që është komunikim me Zotin, atëherë nuk pranon të ketë profet tjerë pas profetit Muhammed, kështu që është mbyllur praktikisht nga Islami mundësia për praktikisht nga Islami komunikimi në mënyrë të drejtë për drejtë me Zotin në kuptimin e profecisë është 100% i mbyllur. Kështu që në këtë aspekt nuk ka një diskutim. Unë i bashkohem asaj përpara që u tha profesori që nëse një person thot në mënyrë të vazhdueshme që unë komunikoj me Zotin e tjerë, ai është për të parë patjetër nga ana mjekësore dhe për të nxjerrë një konkluzion, një rezultat, sepse edhe fetarisht kjo është një ngjarje jo e zakonshme. Edhe në historinë e dietarëve të mëdhenj që ne njohim me detaje sepse është shkruar në literaturë, nuk ka raste të tilla që të dalë një nga dietarët më të mëdhenj sikur të ketë qenë, edhe të thojë që unë kam komunikuar me Zotin dhe më ka dhënë këtë mesazh apo gjëra të ngjashme. Edhe komunikimi me profetin alayhis salam që ne e quajmë të një niveli të dytë, e cila është diçka më e mundshme, edhe në ato lloj rastesh nuk ka mesazhe të tilla për shembull që shko vepro në këtë mënyrë, shko bëj atë gjë. Pra këto janë shumë të rralla dhe nëse ka një gjë të tillë, atëherë duhet shkuar patjetër tek ata që ne i quajmë dietarët tanë, njerëzit e mëdhenj, të cilët e njohin shumë mirë Kur'anin, e njohin shumë mirë hadithin e profetit alayhis salam, njohin shumë mirë interpretimin e ëndrave, qoftë nga dituria e profetëve që është transmetuar deri tek ne, por edhe nga eksperjenca e njerëzve deri në atë ditë, ai mund të jap një këndvështrim të drejtë çështjes, sepse siç u dha për shembull shembulli tek historia e Jozefit e Jusufit alayhis salam, një ëndër e cila nuk ishte e kuptueshme, saqë faraoni grumbulloi dhe njerëzit e tij më të ditur, edhe në Kur'an kjo thuhet në mënyrë tekstuale, çfarë kuptimi ka kjo ëndër, dhe ata pasi bëjnë një mbledhje të madhe thonë që ne këto ëndra, të cilat janë shumë të ngatërruara, të cilat për ne sikur nuk përmbajnë mesazh, nuk i kuptojmë. Dhe aty një njeri shumë i ditur, që është i pajisur me një dituri të veçantë enkas për këtë punë, vjen edhe jep shpjegimin e asaj ëndre. Ne themi që mënyra e jetesës së njeriu, mënyra se si komunikon bota shpirtërore me anën materiale të njeriu në këtë jetë, është brenda kornizës dhe logjikës së përditshmërisë së tij. Pra, jo me gjëra që ke një jetë normale, edhe vjen një shpërthim në një ëndër jashtëzakonshëm që atë ditë ndryshon jeta e personit. Këto raste nuk janë fort të gjindshme dhe kush është përballur me një fenomen apo me një eksperiencë të tillë, në fakt ka pas nevojën e dikujt tjetër që ta orientojë, që ta marrë çështjen shtruar edhe me qetësi dhe gjithmonë ti referohet kritereve që ne i themi libri i shenjtë Kurani famlar edhe hadithet e profetit alayhis salam, kështu që këshillat e mëdha këshillat e dietarëve të mëdhenj të cilët kanë qenë gjithmonë orientues. Nëse ecën brenda shinave të logjikës së parimeve fetare në përgjithësi, dhe nëse ëndra e tij përkon me to, atëherë ne themi që individualisht kjo ëndër që ka parë ky person lidh vetëm atë person. Por nëse ajo ëndër shkel në gjëra të cilat feja i ka të ndaluara dhe urdhëron që ta bëj, feja ka urdhëruar që ta bëj dhe ëndra e ndalon veprimin e saj,
si për shembull feja urdhëron faljen e namazit, dhe një person sheh në ëndër që tashmë ai është i arrir, pra ka arritur një nivel shumë të lartë dhe nuk ka nevojë që të fal 5 vakte namaz. Ne themi që profeti Muhammed alayhis salam ka qenë gjallë, ka qenë profet dhe është falur 5 herë në ditë. Nuk mund të vi dikush tjetër dhe të thojë për diçka që nuk bën sens edhe brenda logjikës fetare. Pastaj personazhet të cilët thonë që edhe unë jam përballur me individ të tillë, që thonë që kanë marrë komunikat, kanë marrë frymëzim, ka shkruar flet të tëra, domethënë 100 flet, 200 flet, dhe ka bërë një plan shumë të madh se si të shpëtojë Shqipërinë dhe shqiptarinë, dhe se si ta bëjë atë qendrën e botës islame me në krye kryeministrin e kohës, domethënë që ishte atëherë, s'ka nevojë përmendim emra. Pra njerëzit patjetër që mund të kenë eksperiencë të tilla, por mund të jenë ndonjëherë edhe gjëra shumë të vogla të cilat ata hiperbolizojnë. Prandaj ne themi nëse kur shkon tek një hoxh i lexuar, i studiuar, dhe ai nuk arrin që t'i jap dot drejtim, patjetër që duhet këshillimi i psikiatrit. Po e përmendët të paktën 2 herë që ka nevojë për interpretim, po nuk njohim shumë njerëz që interpretojnë ëndrat. Si t'ja bëjmë? Është e vërtet, për shkak se kjo është e lidhur shumë me persona të cilët e japin këtë leksion. Pra, këto zakonisht, nga që janë edhe njohuri dhe eksperienca të rralla, të cilat jo çdo kush i sheh të nevojshme për themi jetën e tij. Unë jam një teolog, kam vite që studioj në këtë fushë, por asnjëherë nuk ka vajtur në mendje që të shkoj tek dikush i specializuar tek ëndrat dhe të marrë edhe këtë njohuri prej tij. Por ajo që ka rëndësi është që kriteret e përgjithshme fetare në lidhje me këtë çështje janë të ditura në përgjithësi nga teologët, ata që kanë mbaruar një shkollë normale teologjike, që kanë studiuar të themi në këto, sidomos në këto vendet e njohura islame, patjetër që janë aq të aftë sa për të bërë dallimin mes ëndrës negative që sheh një person, një ëndër e cila nuk ka të bëjë fare me realitetin, apo me një komunikat hyjnore, apo me vetë profetin Muhammed alayhis salam, apo me vetë komunikimin me Allahun fuqiplot, e bën të diferencimin dhe të thojë që kjo është një sprovë për ty, kjo është një ngjarje e cila nuk ka të bëjë me realitetin, ti duhet t'i japësh drejtim në këtë formë jetës sënde, ta këshilloj në mënyrë që njerëzit mos bien në gabime të rënda, sepse ndonjëherë formohen në mendjen e tyre me një, të themi, pasazh, me një fragment që mund të ketë parë në ëndër, mund të anatemoj, mund të akuzoj persona të cilat e rrethojnë atë, sikur një i afërm familjar dëshiron që t'i bëj keq, sikur dikush te puna në fakt ja ka mezili, edhe njerëzit thotë gjëra dal nga dal i rrisin, i ushqejnë me paranoja të cilat nisin sa vinë dhe shtohen rreth tyre, edhe një ditë kjo mund të kthehet edhe në një veprim. Prandaj këto në fakt janë kriteret e njohura të ditura prej teologëve në përgjithësi dhe mundet që ta orientojnë besoj çfarëdo imam xhamie, në rastin e fesë islame patjetër, është i aftë që të jap një drejtim të bëj minimalisht diferencimin mes kësaj që kjo ëndër është diçka që ka të bëj realisht me një gjë pozitive në jetën e tij, në ndjenjat e tij, në aspektin e jetës së tij fetare, apo është diçka e cila është e pakuptimt, apo një cytje prej djallit, prej shejtanit, që është po përpiqet që të përziejë mendjen e tij, apo është produkt mbasi i aktivitetit ditor, po sidoqoftë, këtu duhet marrë edhe asistenca e profesionistëve, ndër hoxhallarët ka edhe nga ata të cilët kanë spikatur pak më shumë se sa të tjerët në lidhje me këtë çështje. Tashmë komunikimi me 4 anët e botës është shumë i thjeshtë. Shpesh herë kam dëgjuar edhe unë në raste që janë pyetur profesorë shumë të nderuar në vendet islame, në vendet muslimane, që janë të specializuar në fushën e interpretimit të ëndrave, kur ka pasur raste të cilat janë edhe më të veçanta. Pastor, ju kërkojnë njerëzit interpretim për ëndra ose në pikpamjen e krishterë, si duhet të veprojnë? Pa tjetër që shqetësuese janë, edhe se tani të mos t'inglojmë me shaka, por edhe kur se do të bëhet milioner, shqetësuese. Njerëzit në aspektin shkencor dhe profesori doktori një këto gjëra më mirë, po mrena 7-8 orëve çdo person mrena natës mund të ketë 2 orë ëndër, jo të lidhur, por pjesë të ndara, mund të jetë ëndra ndër veprime ose të zakonshme, por mund të jenë edhe diçka specifike.
Në jetën tonë si të krishterë ungjëllor, të cilët shërbejmë në Kosovë, shpesh hasim në njerëz të cilët kanë ëndra të ndryshme. Dhe me të vërtetë ne duhet të dimë se ëndrat që janë të prira ose japin një pamje negative ose për t'i bërë dikujt keq, pra nuk janë nga Zoti. E kemi shumë njerëz që thirrën edhe në emër të Zotit, edhe kur ëndrat të dytëron ose të drejton që ti të bash një vepër të keqe ose diçka të keqe. Kjo nuk është nga Zoti, pra Zoti nuk jep orientime ose ëndra të këqija për të dëmtuar tjetrin. Pra jep ëndra personale ose për të folur në mënyrë familjare ose kolektive. Ne shpesh njerëzit vinë dhe i tregojnë ato ëndrat dhe shpesh e kuptojmë se janë ëndra thjesht nga ato lëvizjet gjatë natës në otronëve që kanë ndodhur zakonshme nga një histori që mund të jetë pjesë e jetës tina, por ka edhe ëndra specifike. Unë mund të them një rast me një djalë i ri, tani më kujtohet se kishin bisedu për besim, për temat ndryshme të besimit, dhe djalë i shkolluar, i formuar mirë, nuk e pranonte asnjë mënyrë të besimit çështjet në krishterën. Por mas një javë ne u taku me to dhe erdhi, më thirrë, tha pastor, kum pa një ëndër, nuk e di se çfarë do të thotë. Dhe i thash, na trego se çfarë ëndre ke pa. Kum pa një njeri me rroba të bardha dhe ma sjellni një Bibël përpara. Ishte shumë e lehtë për mu interpretu dhe nuk deshta që ta egzagjeroj të i tham kush është ai person me të bardha ose gjëra të tjera. Dhe i thash sikur mik të thjesht, me qenë se përmendë Biblën dhe ki pa këtë ëndër, edhe ishte ëndër natës që kishte pa në mes natës, thash unë të sugjeroj, pa dosht me interpretu më shumë, sugjeroj merre Biblën dhe lexoje, shiko çka është ka dënë me thonë me të folë Zoti ty. Edhe me të vërtet, ai orientu në drejtim, ja sigum një Bibël, murë e lexojnë, dhe kishte fillu me të vërtet me pa disa gjona që ai i ka kërku gjatë jetës tina, në lidhje me aspektin se si është Zoti dhe se si mundet me besu në Zotin. Pra, është një specifik që më kishte ndodhur para disa vitesh dhe u çuditja kur ma tregoj këtë ëndër disa sekonda, shumë e shkurt. Po mund të jetë diçka që Zoti të flet ose të orienton. Në këtë rast ky djalë i ri kishte pa këtë ëndër me Biblën, thash merre lexoje sepse mendoj që Zoti është duke dashur me thonë diçka, sepse Bibla është fjala e Zotit dhe tash merre shiko se çfarë ndodh. Në fakt jeta e këtij personi ndryshoi nëpërmjet kësaj ëndre. Pra erdhi në një qendrim çështjes besimit personal në Zotin. E qartë, doktor, natyrisht që njerëzit për interpretime ëndra shkojnë te klerikët, te hoxha, shehu, dervishja, babai, te priftja, te pastori, rabini, varësisht nga besimi, kanë gjitha në rregull. Freudi me interpretimin e ëndrave. Atëherë, si interpreton shkenca ëndrat? A ka një set rregullash për të ditur se çfarë domethënies kanë? Ta e marrim një djalë i cili e ka pa ëndër Biblën edhe e sheh. Shumë shpesh ne kem konflikte të brendshme, kem hamenësime. Dhe kur këto shpërfaqen, çka është shumë e rëndësi, interpretimi i ëndrës, për mua është më rëndësishëm me i dhënë një kuptim gjithë atij mesazhi cili po vjen. Nëse e kem një ankth, një problem, është një konflikt i pasgjitur brenda nesh, ose është një ndjenje vetë fajsimit për një veprim tonin caktuar. Unë e thash se përmes ëndrës na shpërfaqen ato ndjenja tona, emocionet tona, cilat shumë shpesh i shtypin, ato dalin në sipërfaqe, nëse janë të papranueshme për mjedisin i cili na rrethon, e marrin një hapësirë edhe kohë tjetër, personat janë tjerë, mirë po e ka atë simbolikën e vetë. Edhe për mua është shumë e rëndësi, nuk është ajo interpretimi i fola me Zotin edhe cili është mesazhi që do me thonë. Po është ëndër se kam me usmu, po është ëndër se shpesh na duket neve se po fluturojmë ose po bim prej një lartësie të madhe, është ajo periudha kur muskulatura jonë është plotësisht e shtangur,
edhe është pjesa e vedijes son është një farmyre e zgjutë, ndërsa pjesa e trupit është ende e shtangur edhe nuk muj me lëviz edhe e presim atramit. Thjesht duhet t'ja japim një kuptim dhe të provojmë me e marrë një porosi prej asaj ëndre. Cëla është pjesa e jonë e cila nuk është plotësisht funksionale. Cëla është pjesa jonë që na me vetë vetën disa gjëra si kem pastru. Se për një mirëqenje tonën është shumë e rëndësi mirëqenje e shëndetit fizik trupit edhe mirëqenje e shëndetit mendor. Edhe ky ekuilibër na mban neve me qenë funksional edhe me qenë mirë. Mirë po e marrim vetëm shëndetin mendor. Çka na vyn aty? Aty na vyn një baraspesh me vetë. Vetëm kur e kem atë baraspesh me vetë, ne kem fuqi me ndihmu tjetrin, me përkrah tjetrin, por nëse nuk kem baraspesh me vetën, atëherë nuk mundemi me thonë se na po e gëzojmë një shëndet të plot mendor. Edhe kjo luftë për këtë baraspesh, jo rallëherë na del përmes andrave të ndryshme, është shumë e rëndësi me i dhoni kuptim edhe me e kuptu na vetë atë mesazh, jo me shku të dikush tjetër. Është mundur? E bëj njerëzit për ditë? Arrin ta kuptojnë vetë mesazhin e ëndrës? Aty është problemi njerëzit për me njoft vetën, se këto janë ato mesazhe. Unë duhet me kërku mbrenda samis çka nuk është në rregull edhe me kërku me arrit atë baraspeshën me vetën. Jo gjithmonë është lehtë, por kur provoj me mbajt vetën një baraspesh, atëherë jem shumë ma funksional edhe s'kem interpretim se prej cëllës do liber qaj që ta marim, askund nuk pranohet parashikimi i tarmës, është një prej mëkateve, qoftë me këshirë në filxhan, qoftë letra, qoftë dhe interpretimin e andrave nëse e kërkojmë në të mënyrë dikush me nga tregu se cëli është mesazhi që neve po na vjen. Duhet me kërku mbrenda vetës edhe me gjetë kuptimin e ati mesazhi i cili po na vjen neve. Qoftë ka njëherë ndodhe dhe për çështjet tona shëndetësore, organizmi na paralajmëron për një çrregullim i cili është. Do ta quaje normale që sikur që shkojnë te kleriku fetar, të shkojnë njerëzit te psikologu a psikiatri, thjesht për të thënë kam parë këtë ëndër dhe më ka shqetësuar. Vetëm mos pret interpretimin cili është mesazhi i ëndrës. Po thjesht unë jam një pasqyrë e cila qëndron para klientit tim. Edhe në atë pasqyrë, ti do të shohësh vetën edhe do të shohësh a ki nevoj me i regullu flokët, me i regullu këmishën, apo vetullat, edhe atë regullim e bën ti. E jamja është me të ofru një pasqyrë, edhe ndryshimin e bën ti, se nëse unë e provoj me provoku atë ndryshim, apo me kurzu atë ndryshim, atëherë një do të ketë shumë rezistencë prej teje, edhe ajo nuk është diçka e qëndrueshme, po çdo individ duhet me bë diçka për vetën, për vetën, jo me prit tjerë me bë diçka psikiatri apo psikologu. Ai të ofron cilat mundësit, të mëson me e pa të njëjtin fenomen apo dukuri prej kandeve të ndryshme, atër do të kryojsh perceptimin e plot të asaj që po donë me pasit vërtet. E qartë. Pastor, në popullin tonë qarkullon një shpreje, nuk e di ashtu vërtet ajo, mund në sqaroni ju, pa tjetër edhe Hoxha Elton. Thuhet se çka shë në ëndër dele kundërta. Ka interpretimet e tilla? Ka, për shembull, po kemi dëgju këto që fliten popull, në qoftë se shepare do të varfrohesh, në qoftë se shë diçka të varfër do të pasërohesh. Nuk besoj që janë interpretimet të cilat ne duhet të bazohemi, ashtu sikur edhe profa tha, sepse njerëzit mund të varen këtë jetën nga këto interpretime. Mund të jenë edhe interpretimet gabuara,
të cilët ndikojnë edhe damtojnë një person ose një familje. Prandaj duhet me pas një kujdes të saktë se si do t'jetë interpretimi. Ka shumë njerëz që mund të kenë problem me ëndra ose me iluzione që mund t'i krijojnë, edhe patjetër ata duhet të takohen me dikan psikiatrin ose dikan tjetër edhe të sqarojnë, sepse nëse janë negative, rreziku fillon që të bëhet edhe shumë më i madh, sepse ato pastaj fillojnë që të hyjnë në veprim, të realizohen dhe patjetër duhet me shikuar se cilat çka është nga Zoti, çka janë tri gjëra, çka është nga Zoti, çfarë është nga djalli dhe çfarë është nga vetvetja. Se ne kemi edhe ëndra nga vetvetja, për shembull në trunin ton, shumë psikologë thonë që kemi diku në 2500 terabajt memore, prafërsisht edhe këtu bëhet një farë shkëmbimi i historive të kaluar. Për shembull ti mund ta kesh një histori të shkollës mesme ku ke ngraku trunin me disa terabajt edhe fillon në universitet. Kështu që duhet lirohet ajo pjesa për të jap hapësirë njerive të reja. Edhe në këtë rast truni ka herë mundet me kriju konflikte në vetvete edhe gjatë natës procesit ëndra, jo të gjitha mund të jenë nga Zoti ose nga djalli, por është nga procesi i zhvillimit trunit ose palimit të kësaj ngarkese që ka. Në kompjuter kjo bëhet me dorë nga njeriu, domethënë te pjesa space e hek, liron dhe në truni kryen në mënyrë automatike ato që nuk përdoren, gjatë natës mund të jetë një vizion ose një ëndër fëmijërisë, edhe nuk është më i nevojshëm ai shlyhet automatik sepse truni liron pjesë që të pranojë gjëra të reja, ose përndryshe vjen të një problem me psikik të madh, nëse bëhet ngarkesa e madhe. Pra duhet dallohen të gjithë njerëzit kur është fjala të ëndrat që çka është me të vërtetë nga Zoti, çka janë ëndra që ndodhin në procesin tonë gjatë gjumit, mund të jetë thjesht një ditë e ngrakuar dhe ki pa një ngjarje, një histori, pastaj ato do të përsëriten, ato nuk do të thojnë gjë. Mund të harrohen, po ka edhe gjonat gjallëzore që mund të jenë negative që i shpin njerëzit në ekstrem ose në probleme mendore psiqike. Qysh me i dallu cilat po na vijnë prej Zotit e cilat janë konfliktet e mia të mbrëmshme? A dhe me ditun a e kom mesazh prej Zotit, a e kom një mesazh prej Samiu që po do ndishka me zgjedh ose i ka mbete pas zgjedhur? Besoj se ky procesi i ëndrave të zakonshme që quhen është ato neutronet që lëvizin dhe i japin hapësirë njerive të reja për me mujt me shly disa mënyrë automatike, domethënë truni i zhvillon këto për me shly disa të panevojshme. Por mendoj që është e lehtë sepse ëndrat negative që të shtyjnë për t'i bërë dëm vetit dhe për t'i bërë dëm tjetrit nuk janë nga Zoti. Ato janë djallëzore, në rregull, unë e pyeta këto që janë të mijat edhe këto që në vinë si një mesazh prej Zotit qysh me i dallu, a ka në mënyrë? Në konceptin biblik me kësaj larmie që i takoj, si të krishterë, një profet para ardhjes Jezusit, emri i tij është Amos dhe ka lënë një profeci ku thotë që kohën e fundit, që është një kohë pa afat, do të kenë ëndra dhe vigime të ri, të vjetër, burra dhe gra, që do të shojnë ëndra nga Zoti. Dhe kjo ne shohim sot që është duke realizuar edhe në Kosovë, ka njerëz që shohin ëndra të ndryshme lidhje me Zotin, se ne jetojmë në një botë ekstreme sot, bota përbohet prej 4200 feve në aspektin global. Vetëm India ka 33 milion besime brenda vetvetes, para mendoje çka hek truni i njerëzit. Për të ardhur deri te përcaktimi se a jam drejt, cili është besimi i drejt, pra truni i njerëzit ka një presion shumë të madh në përcaktimin e asaj dhe su po thotë profesori doktor se cili është ajo që fol nga Zoti. Por sot kemi dëgjuar dëshmi para se ta aprofundoj për shembull në Kinë, në disa vende komuniste që nuk lejohet ungjilli me depërtu ose besimi, s'ka mundësi që as njerëzit të shkojnë atje të flasin, por ditët e fundit kam dëgjuar shumë dëshmi njerëzit që thonë që në ëndër më ka shfaq Zoti ose më ka shfaq njerëzit dhe më ka tregu që se si me besu në Jezusin dhe ata kanë pasë Jezusi është rruga e vërteta dhe jeta. Janë disa dëshmi që i kam dëgjuar këto ditë që duke ndodhur. Interesante, në vendet ku s'lejohet feja të shohësh ëndra për fe. Interesante.
Hoxhë Elton, sikur se thonë, në realitet dele kundër të asaj që shë në ëndër. Është të vërtet kjo? Kam përshtypjen që nuk ka shumë rëndësi. Domethënë ne jemi gjithmonë në atë rrafshin, ose themi njerëzit e thjeshtë janë gjithmonë në rrafshin që ajo që unë pash të realizohet në përditshmërinë time, në jetën time, në realitetin fizik. Në fakt mesazhi i ëndrrës nuk është ky. Pra ajo që ti ke parë në ëndër të realizohet ashtu siç është. Nëse ajo ëndër ka një mesazh pozitiv dhe orientues, atëherë shihet sipas situatës, hidhen hapat, nëse je kurioz dhe dëshiron që ta zbulosh, mund të bësh një bisedë, marrësh një orientim nga njerëzit e fushës dhe pastaj nëse dëshiron mund të hedhësh hapa ama në formë të sigurt brenda kritereve fetare. Ne këtë e shohim sepse ëndër të sigurt është vetëm ëndra e një profeti. Të gjitha ëndrat e tjera janë të tëra të diskutueshme, sidomos drejtimi i një vendi, drejtimi i një organizate, drejtimi i një fenomeni të caktuar nuk mund të shpjegohet dhe nuk mund të jepet orientim në bazë të një ëndre që sheh qoftë i pari i tyre. Ajo që sheh mund të jetë një zgjidhje, mund të jetë një frymëzim, por gjithmonë duhet qëndruar brenda kritereve qoftë të logjikës, qoftë edhe të kritereve fetare. Ne kemi një shembull, qoftë edhe nga jeta e profetit Muhammed alayhis salam. Shumë shkurt do përpiqem që ta them. Në vitin e 6, pasi ai kishte migruar për në Medinë, pra që bëhet fjalë për pjesën e fundit të profecisë, pra drejt realizimit të synimit të madh të përhapjes së Islamit në gatishmërinë arabik, shumë pranë saj profeti alayhis salam sheh një ëndër. Në ëndër ai sheh që vetë ai së bashku me të gjithë besimtarët po bënin tavaf, po bënin haxhin. Ishin në Mekë, ndërkohë që Mekka atëherë ishte drejtuar nga mohuesit, jo thjesht mohuesit të Islamit, por armiq të fesë islame, armiq të profetit Muhammed alayhis salam, dhe ai ishte në Medinë, pra duhet konceptuar si dy shtete të ndryshme. Kjo ëndër që pa profeti alayhis salam u mor si një shpallje hyjnore, si një urdhër që ju shkoni në Mekë dhe do të bëni pelegrinazhin, do të bëni haxhin. Dhe kështu përgatiten që të gjithë besimtarët për të shkuar në Mekë dhe për të bërë haxhin. Kjo nga ana logjike ishte një situatë e cila nuk duke shumë realizueshme, duke qenë se qyteti drejtonte dikush tjetër. Megjithatë ata u nisën, sepse ky është profet dhe ëndrat që vinin ka shpallje hyjnore, ata u nisën dhe ndaluan në një vend të quajtur Hudaybiyah, shumë pranë Mekës. Aty erdhën drejtuesit e Mekës edhe biseduan me profetin Muhammed alayhis salam. Dhe i thanë që ne kemi të pamundur që juve t'ju lëmë të depërtoni në Mekë, sepse kjo do të thotë shpartallim i qytetit dhe konkuistim i myslimanëve. Atëherë pas shumë diskutimesh u arrit një marrëveshje. Marrëveshja e paqes së Hudaybiyahs. Në historinë islame kjo është shumë e rëndësishme. Dhe aty pati njerëz të cilët u ngritën nga besimtarët dhe thanë, pra profeti alayhis salam pranoi që të kthehej, të mos hyte në Mekë. Marrëveshja thoshte që gjithë secili do të jetojë në fushën e vet, në hapësirën e vet gjeografike. Nëse një prej banorëve të Mekës pranon Islamin, nuk do të ketë të drejtë të shkojë në Medinë, pra të bashkohet myslimanëve. Nëse një mysliman nga Medina mohon fen islame, ai mund të bashkohej me ata në Mekë. Pra imagjino, marrëveshja ishte nga ana e myslimanëve duke sigurisht një dëm shumë i madh. Profeti alayhis salam u kthye, nuk hyri në Mekë, u kthye në Medinë dhe pati prej besimtarëve të cilët u revoltuan. E i thanë që ti je profet, ty ka ardhur shpallje, ka ardhur ëndra që do të bëjmë haxh, por ti u ktheve. Ky është një hap shumë i madh. Profeti alayhis salam aty i dha mësim njerëzve që edhe një ëndër profetike e cila tregon një fragment, në fakt synimi nuk e ka pasur që atë ditë të shkojë, atë vit të shkojë të bëj haxhin. Por synimi ishte arritja e marrëveshjes paqes. Ajo marrëveshje e paqes pas 2 vitesh bëri që Mekasit të njihnin besimin, të pranonin besimin dhe profeti alayhis salam të hynte të bënte haxh në mënyrë paqësore. Nëse do të ishte përpjekur atë ditë, do të kishte qenë luftë. Kështu që ëndrat, frymëzimet që vijnë nëpërmjet ëndrave, mesazhet që ato sjellin, nuk janë motamo çfarë ka parë në ëndër ta shohë të realizuar patjetër. Mund të jetë edhe kjo, por më shumë është që si të marrë një drejtim
si të marrë një orientim dhe të arrijë tek më e drejta dhe më e sakta. Ka shumë rëndësi çfarë ka thënë profeti alayhis salam gjallë dhe çfarë ka Kurani të shkruar krahasimisht edhe me njeriu më të themi mistik dhe më misterioz apo shumë ngjashëm që njerëzit mund ta vlerësojnë edhe si profet. Çfarë thot ai është gjithmonë e diskutueshme, çfarë kemi ne në jetën reale dhe kriteret që ne kemi bazë të fesë, ato janë të padiskutueshme. Tani përderisa po e afrohemi fundit e misionit, ka ende kohë, por po afrohemi. Dua ta drejtoj temën në një aspekt tjetër, të artit pak. Van Goghu ka thënë e ndroi pikturën, pastaj e pikturoi ëndrrën. Ndërkohë, sikur thuhet, mos gabofsha për Beethovenin, se njërin nga simfonitë e tij të famshme e ka dëgjuar në ëndër dhe pastaj është përpjekur që ta riprodhoj i zgjuar. A do të thotë kjo se njerëzit kreativ burimin e veprave të tyre mund t'i marrin në ëndra? Praktikisht, duke e parë nga aspekti teknik i çështjes, ashtu siç e folëm deri tani, kjo është e mundur. Patjetër që është e mundur dhe mund të ketë ndodhur në këtë mënyrë. Një kontakt janë nga Zoti këto ëndra për të krijuar art? Unë them që duhet shmangur që sikur ëndra është komunikim me Zotin në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, qasja islame është ajo që thamë në fillim që ne jetojmë në një botë materiale, ka dhe një botë shpirtërore, ka dhe një kanal komunikimi mes këtyre botëve dhe shëmbëltyrat e mesazheve të cilat mund të vinë nga bota e shpirtrave, mund të kalojë në botën e shëmbëltyrave, në të cilën njeriu mund të shëtisë gjatë ëndrrës së tij. Kjo jo detyrimisht do të jetë diçka fetare, mund të jetë edhe diçka artistike, siç i thatë juve shembujt, dhe patjetër që është diçka e mundshme dhe realizueshme, nuk bi fare ndesh me parimet fetare. Pasor? Po, besoj edhe Zoti vetë është artist kur e ka pikturu botën, e ka kriju botën. Pra, piktura është e bukura, piktura që është pjesë të bukurës, është me të vërtet inspirim nga Zoti dhe besoj shumë artistë meditojnë dhe ndalen kur ata dëshojnë që të krijojnë diçka që është e bukur, por ka edhe krimtari që nuk janë të bukura, që shprehin ato çfarë ka në shpirt njerëzit, ose duke përdorur ngjyrën e zezë ose portretet dhe format të ndryshme negative. Sikur në psikologji, kur një fëmijë ka probleme që të shpjegoj gjonat, thjesht i jep një letër të bardhë, një laps dhe ai tregon se ka anën, të cila ngjyrë, pra nëse përdoret ngjyra zezë, ka disa probleme, domethënë që mund të jenë ndoshta serioze, ose pikturon diçka që mund ta ketë pa natën, një ëndër me një figurë negative. Por arti në përgjithësi është shumë artist, ne dim edhe sikur thatë edhe ju janë inspiruar nga Zoti për të krijuar diçka të bukur. Janë nga Zoti është e sigurt kjo? Besoj, çka është e mirë është nga Zoti. E qartë. Profesor, domethënë ju e thatë më herët që njeriu po mund të inspirohet fundit ne si qenje kemi të drejtën për të ëndruar. Po pse zakonisht njerëzit për të keqe ja lën fajin ëndrës, se e ka parë në ëndër, jo për krijime arti? Ju në një nga emisionet e shkuara po në Eho nuk e patët përjashtuar mundësinë e ekzistencës së shpirtit. Ka lidhje me shpirtin kjo? Unë thash shkencat, neuroshkencat kërkojnë me i dhonë sqarim çdo senet përmes pjesës biologjike, hormoneve, funksionimit qelizave të trunit, pjesëve të ndryshme të trunit, ndërsa nëse e marrim si psikiatri, psikia është thjesht shpirti. Dhe në drejtim, unë e pranoj edhe mendoj që është edhe ajo pjesa shpirtërore që e bën edhe këtë pjesën organike edhe bën një tërësi të funksionimit. Por gjatë gjumit nëse inspirohemi ose shohim një ëndër, ajo nuk do të thotë se nuk është edhe një pjesë e vedijes tonë, ndërgjegjes tonë, e cila është funksionale dhe e ka të efektin e vetë në krijimtari. Se pjesa më e madhe e ëndrave
harrohet edhe në mëngjes nuk na kujtohen. Por kur ka ëndra tilla, kur kem një krim të ri, që ka thonë Van Gogh, unë e pikturoj ëndrën, apo Beethoveni është zgjun mëngjes dhe ka fillu me komponu një simfoni cëllën e kanë dëgjuar gjatë natës. Unë prapo kthem të ajo që po them se duhet me i dhënë kuptim gjitha gjërave. Ajo është shumë me rëndësi. Mjedishtje. Shkenca nuk njeh një përqindje shumë të vogël të vetë funksionimit trunit. Shkenca nuk e njeh komplet mënyrën e funksionimit të organizmit tonë. Në të njëjtën ëndër, dy persona të ndryshëm mund me pas reagime apo emocione plotësisht të ndryshme, nga se varet një gjë, një gotë, çfarë simbolike ka për njerin e çfarë është për tjetrin. Këto janë ato gjëra që na bojnë me qenë të ndryshëm, me pas përjetime të ndryshme, dhe duke marrë parasysh se shkenca ende nuk i ka dhonë sqarimet e plota në kuptimin e gjumit, në kuptimin e ëndrave, kohëzgjatjen e ëndrave, periudat kohore kur nuk kem sqarime plotësisht, edhe pse ekzistojnë edhe laboratoret gjumit, ku bën eksperimente të ndryshme, nuk është dhonë ajo përfundimtarja qysh. Edhe kjo vetvetiu atëherë i shtyn njerëzit me kërku sqarime plotësuese në pjesën mistike. Edhe atë vakum që nuk po mundet me përmbush shkenca, atëherë përmbushet me misticizëm, edhe gjithmonë ja japim një pjesë dhe i ku mujnë pak shkencore, pak është punë e shpirtit, pak është punë e Zotit, po s'po mendoj se Zoti përmes ëndrave komunikon drejt për drejt me individ. Çfarë këshilla jep në raste të këtilla? Të ndrove, thjesht është me pa cëlla është arsyeja që kem pas një akt gjatë natës, që kem qenë shumë të lumtur, apo që jem pendu për një veprim tonë. Apo një plan cëllin dojme realizu, edhe e kem atë ambivalencën, guximin edhe me fillu ose jo, shpesher këto masandej në dalin ëndra. Thjesht me njoft, mënyra më e mirë me njoft vetën edhe masandej me pa se ne gjithmonë themi duhet me ndjek ëndrën tonë. Për me u bo me 50 milion. Duhet me ndjek ëndrën. Si ndiqet ëndra atëherë, pastor? Do më thënë, të analizohet së pari, apo të vazhdohet në atë që ka paralajmëruar? Në fakt, praktikisht po pyesim për ndikimin në jetën reale pastaj. Në mënyrë personale duhet të analizohet, ose në qoftë se personi vetë në rastet biblike, ne kemi pa që kur Zoti ka folë në ëndra, ata nuk janë konsultuar dhe kanë marrë një veprim, sepse ishte një quajmë ne ëndër paralajmëruese, që nuk ka kohë dhe mirët një veprim për çka të drejton ëndra. Por gjithnjë duhet të ndalim të shikojmë se cili është ka të dërgon ëndra. Në cili është orientimi, drejtimi, edhe aty duhet me këshyrë se cilat janë atributet e Perëndis, çka ka të perëndishme, çka është mirë, edhe pastaj me vërtetu se me vërtet atë ka folë Zoti dhe për çfarë të ka folë Zoti, për çfarë çështje. Sepse nuk është që vetëm Zoti mund të fletë diçka jashtë kontekstit, por mund të ketë një kuptim e ëndër dhe ai person mund ta dinë vetë, ose sikur thamë është mirë mu konsultu, ka njerëz që nuk i njohin ëndrat. Ne shpesh të thojmë njerëzve që të kontaktojnë me bashkësitë ungjillore, shkojnë te drejtuesi, jo gjithë kanë interpretimin e ëndrave, por brenda aty mund të ketë njerëz që të ndihmojnë që mos mirën vendime të gabuara nëse ëndra nuk është nga Zoti, duke bazuar në ato se çfarë ka të mirë dhe çfarë ka të keqe. Pra nëse ka diçka të mirë, mendimin e kemi shumë raste në kishën ungjillore, njerëzit ulen, bisedojmë, diskutojmë dhe fillojmë dikush me ndihmu se çfarë kuptimi ka ëndra e një personi që e ka pa dhe po kërkon një interpretim.
për të ndihmuar ata me ditë që është nga Zoti, është thjesht diçka që ka ndodhur nga vetvetja apo mund të jetë edhe diçka negative. Dhe kjo e ndihmon shumë njerëzit, nëse ata nuk janë të Zotit që të marrin një vendim të menjëhershëm, sikur në historinë biblike ka ndodhur shpesh, një paralajmërim dhe ata kanë marrë një vendim dhe ka njerëz që bojnë kështu, por ka njerëz që kum po thotë nuk di me interpretu, nuk e kam shumë të qartë, nuk e ka gjithë atë episodin e ëndrës. E qartë. Po besoj se është akoma në linjë Hoxhë Eltoni, me qenë se jemi lidhur online. Do të doja që shkurtimisht të flasim pak për ëndrat e këqija që sheh njeriu. Si i trajton? Ato mbahen mend më tepër sepse na tronditin apo jo? Si i trajton besimi? Është e vërtet, ëndrat të cilat lënë shenjë tek njeriu shpeshherë janë ato negative, janë ato me nuanca negative në memorien e tij, në jetën e tij dhe këtu sidomos ne përpiqemi të orientojmë besimtarët që çfarë është e keqe të lihet pas shpine. Për çfarë është e keqe është një shenjë e cila nuk ka të bëjë me gjëra pozitive apo nuk është një mesazh, nëse do ta thoshim siç e përdorim deri tani, që të jetë një mesazh hyjnor, të jetë nga Zoti apo të jetë një veprim pozitiv. Këtu mirë është që personat këto ëndrat të gjejnë mënyrën se si t'i harrojnë ato. Një është një mënyrë nëpërmjet së cilës mund ta bëjë sidomos ata të cilët janë besimtarë musliman praktikant, janë nëpërmjet faljes së namazit, nëpërmjet bërjes së dhikrit, bërjes së lutjes, leximit të librave të lutjeve, të cilat kanë edhe shumë koncepte që kanë bënë me jetën shpirtërore të njeriu dhe dal ngadalë të gjejë atë qetësinë e vet për t'u larguar sa më shumë nga ëndrat e këqija. Unë kam pasur një rast në familjen time që një nga familjarët e mi shihte në mënyrë të vazhdueshme ëndra me njerëz që kishin ndruar jetë. Dhe kjo shkaktonte një frikë se mos sot apo nesër vetë ai do të ndronte jetë apo një familjar i tij do të ndronte jetë. Por në fakt kanë kaluar mbi 20 vite dhe është shëndoshë mirë, shukër Zotit. Edhe atëherë këshilla që i është dhënë nga njerëz që unë kisha kontaktuar, profesionist, ishte pikërisht kjo, që duhet parë jeta me pozitivitet, duhet me harxhuar më tepër, konsumuar më tepër kohë me gjëra të mira dhe pozitive. Forcimi i lidhjes me Zotin është gjëja më thelbësore dhe kryesore në këtë rast, dhe që njeriu të angazhohet edhe në përditshmëri me gjëra që janë kontribuese, qoftë për familjen, qoftë për pjesën tjetër të shoqërisë. Në këtë mënyrë dal ngadalë do të shmangen edhe negativitetet që gjenden në ëndrat e tij, në përgjithësi, siç e tha dhe profesori, këto shkaktohen nga ngarkesat, nga frikrat, nga gjërat me të cilat përballen në përditshmëri, humbjet, një person shumë i dashur, shumë i afërm, edhe njeriu kaplohet nga kjo zymtësi dhe ëndrat mund të jenë të tilla, por rrugët janë të shumta dhe shumë të thjeshta me lejen e Zotit për të shfutuar nga ankthet të tilla. Doktor, gjithë këto minutat e emisionit që kushtuam ëndrave dhe njerëzve që i shohin ato, pavarësisht se si interpretojnë, të drejtohem në pyetjen e fundit për ata që thonë se nuk shohin ëndra, a ka njerëz të tillë? Jo, zakonisht ëndra është pjesë përbërëse e gjumit, mundën që njerëzit mos me i mbajtën men ëndrat me i harru. Në disa studime që mbo ma herët se nëse për një periudhë ma gjatë kohore nuk shohim asnjë ëndër, ato janë veç shenjat e para të skizofrenisë. Këto janë disa hulumtime, po nuk janë ashtu përfundimtare që me e thonë, por disa studime. Pastaj kjo deklarat e frikshme. Aty është edhe puna, se me e kuptuar, po thonë, është shumë e rëndësi me i dhonë kuptim ëndrës. Me i dhonë kuptim edhe faktit që nëse nuk e mbajmë ëndrën në mend, nuk është smundje. Ne i kem 5 fazat të gjumit. Gjatë ndrimit për një fazën tjetër, ne zgjohemi kur kalon për një fazës në tjetrën. Po a i zgjimo shumë i shkurt edhe në mëngjes nuk na kujtohet. Ndërsa kur kem probleme me këto fazat e gjumit,
Kur kalojmë prej një fazën tjetër, ne zgjohemi dhe nuk mundemi me njëherë me u kthy në gjumë. Edhe na vjen një veprimtari ose me u sjell shllat për me fjet, me vazhdu me fjet. E këtu veç janë ato çrregullimet e gjumit. Ashtu që nëse nuk shohim ëndra, nuk do me thonë se nuk shohim, po nuk i mbajmë në mend. Ndërsa ëndrat cilat i mbajmë mend janë ato që po thom të porosision, problemet me ankthin që i kem, problemet me cilat jena ballafaqu gjatë ditës, edhe gjithmonë ëndrat shihen në një vend krejt tjetër, me njerëz tjerë, po është shumë e rëndësi me kuptu atë mesazhin, me i dhënë kuptim pse. Edhe atë moment ne do t'jem atë lirë. Në momentin kur nuk vuj me gjetë këtë pse, atëherë ose shkojmë e lypim Freudin interpretimin e ëndrave, ose hym në horoskope, gazetat të ndryshme. Nuk ka interpretim të ëndrave. Interpretimin më të mirë të ëndrës e bën secili individ për vete kur ndalët edhe me fol me vetën. Unë e shpesh porosis me fol me vetën. Por jo në kuptimin me vazhdu me urdhnu vetën shka me bo. Por me ndëgjuh vetën qka po donë, e na e kem mbyll me një kavanoza dhe lojmanash. Kur e ndëgjojnë vetë vetën, arsyeja është që ato kërkesa, kjo plotësohet, kjo jo, përket s'kem pare, përket s'kem kohë, po mbrihet një barazpesh. Po nëse mbajmë të mbyllun atë pjesë edhe nuk e ndëgjojnë vetë vetën, atëherë veç fillon prishja e asaj barazpeshe edhe gjithmonë kërkojmë dikun tjetër, dikush tjetër me edhon një skjarim pse ne jem me ankth, apo pse ne jem të friksum, apo pa dosh me kërku mrenda vetës arsyeën e vërtet. Dhe sa për kuriozitet fare në fund, kam lexuar se fytyrat që shohim në ëndra patjetër duhet jenë të njerëzve që i kemi njohur, pra fytyrat që i kemi parë, nuk mund të imagjinojmë. Është vërtet kjo apo kanë shkruar njerëzit? Ajo shumë varet prej natyrës së ëndrës, se shpesh ëndrat na çojnë në vende në mjedisje ku ne nuk kem qenë kurrë, edhe janë njerëz me cilët ne nuk kem komuniku ma parë. Mirë po, jo rallëherë na i kem ëndrat e personave të dashur cilët kanë vdekje dhe i shohim në ëndër, dhe përjetojmë një bised me ta. Mandej i kem me kolegë të punës, e kem me familjarë. Thjesht është, çka është ajo që gjatë ditës na ka preokupu ma shumë, ose ka qenë një ngarkesë e jonja cëlla nuk e mujt me zbrazë dhe ajo vjen atëherë në shprehje. Është fare minuti i fundit, përpos nëse nuk keni diçka për të thënë, pastor dhe hoxh Elton, për ndryshe do t'ju falenderoja. Faleminderit edhe juve. Derisa bisedum për këtë pjesën e ëndrave, me të vërtetë ndoshta mund të jetë pjesa më e madhe e atyre ëndrave të zakonshme dhe sikur profesori tha, doktori, që janë të përditshme, ëndra është ushqehet, domethënë në përditshmërinë në jetën me çfarë me kanë rrim, kur ambienti, libra që lexojmë, filma që shohim, dokumentarit, edhe këto janë ëndra të zakonshme që pastaj truni e përsërit gjatë natës, që nuk janë të konsiderueshme. Pra nëse lexon një libër, fëmia reagojnë natën në bazë një filmi që kanë pa ata, friksohen nga një figurë që mund ta ketë pa, pra nuk ka ndonjë lidhje specifike, është ëndër e zakonshme. E qartë. Hoxh Elton, për fund fare, po. Ju falenderoj shumë për ftesën. Uroj që shqiptarët kenë vetëm ëndra të bukura dhe të gjitha ëndrat e tyre të bukura të realizohen. Faleminderit. Me qenë se edhe ky emision transmetohet vonë natën, edhe ne ju urojmë ëndra të bukura të gjithë shqiptarëve që na ndjekin. Faleminderit shumë për kontributin e emisionit. Dhe të ndjekim ëndrat e bukura. Dhe të ndjekim ëndrat e mira. Faleminderit shumë. Miq nderuar, vërtet që shoqëria është ndërtuar nga individ ose nga grupe që mund të kenë edhe bindje të ndryshme dhe krejt natyrshëm që perceptimet mbi ëndrat dhe natyrën e tyre edhe mund të ndryshojnë. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është që
të gjejmë mënyrë për të komunikuar së bashku dhe për të respektuar përkundër ndryshimeve në perceptime. Ne besojmë se përmes komunikimit të hapur dhe të sinqert, domosdoshmërisht që arrijmë në një mirë kuptim të vërtet që do të garantoj edhe harmoninë ndërnjerëzore, edhe bashkëjetesën në një shoqëri të pasur dhe diverse. Për ëndrat, nga perspektiva të ndryshme, diskutua me teologun Elton Karaj, drejtori i arsimit në komunitetin musliman të Shqipërisë, njëkohësisht antar i Këshillit të Teologëve në KMSH, pedagog në Departamentin e Shkencave Islame në Universitetin Bedër dhe imami i Xhamisë Ikonike të Tiranës, Ethem Bey, që u lidh virtualisht në EHO. Në studio patëm neuropsikiatrin Samir Exhepi dhe pastorin Faton Berisha, që drejton kishën ungjillore Fitoria në Gjakov. Emisioni EHO, pas transmetimit në radio televizionin 21, është i mundshëm për të ndjekur në rrjetet sociale. Konkretisht i plot mund të gjendet në kanalin zyrtar të radio televizionit 21 në YouTube. Miropafshim.